Kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Koalicionit të Shqipërisë Mallështore Kliti Hoti prezantoi shtabin e tij elektoral tek Kish Godina, që më parë ishte selia e Partisë Demokratike në Shkodër. Në një atmosferë festive dhe me mbështetës të shumtë, organizua ceremonia e provurimit të këtyre ambienteve, ndërsa Hoti theksoi se kjo piknisje do të jetë fatcjellse për fitoren e padiskutueshme të Partisë Demokratike në Shkodër. Unë kam takuar shumë njerëz, realisht besojnë te ne, besojnë te ndryshimi, besojnë te një ardhmë tjetër. Arzgjell ky vend, jo rastisht ky vend që është në zemër të Shkodrës, ka qenë zyrat e Partisë Demokratike, ka dalë me fitore për këtij vendit. Edhe unë besoj që ky vend në zemër të Shkodrës do të na sjellin edhe herë fitoren. Punojmë tonë bashkë që me 11 maj të jena ne ekipi fitues, edhe të shkojmë derë në derë, të japim mesazhin që me këtë program që Partia Demokratike ka prezantuar një program sa aq i mirë, një aq edhe i thjesht, një aq edhe i kuptueshëm, i cili ka me sjell dinjitetin e Shkodrës dhe dinjitetin e Shqipërisë. Hoti mori garanci për mbështetje maksimale në zgjedhjet e 11 majit për Partinë Demokratike dhe Koalicionin Shqipëria Mallështore.